Socialistët në Fier duke se kanë hyrë në një fazë të hapur për plasje të brendshme që po materializohet tashmë në një hap konkret institucional. Më 30 prill Këshilli Bashkiak I Fierit pritet të shqyrtojë një mocion për shkarkimin e kryetares së Këshillit, çka tregon se konflikti brenda shumicës nuk është më thjesht politik, por ka marrë formë zyrtare. Mocioni firmosur nga 24 këshilltar socialistë dhe kryetari I grupit bazohet në një sër pretendimesh për shkelje procedurale. Sipas tyre, janë pranuar materiale jashtë protokollit, janë futur në rendite akte të panënshkruara dhe nuk janë respektuar afatet për shpërndarjen e dokumenteve, duke cënuar kështu funksionimin normal të Këshillit. Po ashtu ngrihen shqetësime për mungesë transparence, kufizim të aksesit të publikut dhe medias, si dhe përmbledhje me rendite të mbingarkuar. Në thelb, mocioni argumenton se kryetaria ka humbur besimin e shumicës dhe nuk ka garantuar paanësinë dhe rregullsinë në drejtimin e institucionit. Kjo lëvizje është interpretuar në mënyra të ndryshme në skenën politike. Disa e shohin si një betejë për kontroll brenda Partisë Socialiste në Fier, të tjerë si ndërhyrje të nivelit qendror në autonominë vendore, ndërsa ka dhe zëra që e lidhin me përgatitjet për zgjedhjet e vitit 2027. Megjithatë, për te interpretimeve një element mbetet I përbashkët. Performanca e Bashkisë Fier është perceptuar prej kohës si e dobët, duke ushqyer pa kënaqësi të brendshme. Këto tensione duket se kanë shpërthyer tani pas një periudhe të gjatë konsumimi politik dhe institucional. Sinjale për ndryshim kishte edhe më herët me emërimin e 4 nënkryetarëve të bashkisë pas një takimi me kryeministrin Rama në përpjekje për riorganizim. Por sipas burimeve, mungesa e koordinimit dhe hapësirës reale për bashkëpunim ka thelluar përplasjet. Në këtë kontekst, zhvillimet e 30 prillit pritet të tregojnë nëse kemi të bëjmë me një luftë të brendshme për pushtet apo me një përpjekje për t'i dhënë fund një modeli drejtimi që konsiderohet I konsumuar.